Sot ndodhemi tek zona e Markatës në qendër të Durrësit dhe jemi këtu për t'ju njohur me një tipologji apartamenti 2+1 që ndodhur në katin e 9 të një godine të re me ascensor në katin e 9 pra të fundit, e cila shitet me një garazh në katin -1 të godinës. Atëherë bëhet fjalë për një tipologji 2+1 siç tham, e cila organizohet nëpërmjet këtij korridori hyrës, tualeti i cili është sapo rinovuar së fundmi në krahun e djathtë. Dhe këtu kemi ambientin e ndenjës së bashku me ambientin e gatimit, i cili ka një orientim nga jugu dhe gjithashtu ka pak pamje nga deti dhe nga porti. Atëherë, këtu kemi një mini korridor i cili bën shpërndarje në 2 dhomat e gjumit, njëra është një dhomë e vogël, dhomë për fëmijë, dhe kjo është një dhomë e madhe e cila është një dhomë çifti, që po ashtu disponon në orientim nga jugu dhe nga perëndimi. Këtu kemi daljen dhe në balkon. I gjithë apartamenti është i rinovuar së fundmi. Ky opsion disponon 84 metra katror totale së bashku me ambientin e përbashkët dhe gjithashtu garazhi disponon një sipërfaqe 21 metra katror dhe është i mbyllur me qepen. Prona disponon dokumentacion të rregullt hipotekor dhe është e gatshme për shitje për një çmim 125.000 euro i negociueshëm bashkë me garazhin. Për gjithë ju që interesoni, mos hezitoni të na kontaktoni, e keni gati për mobilim. Faleminderit.